Pas momentit të kërcimit romantik dhe afrimitetit mes Mateos dhe Brikenës, situata në shtëpinë e Big Brother VIP 5 duket se ka marrë një kthes drastike dhe mjaft shqetësuese. Ndryshe nga çfarë u duk fillimisht si një lojë provokimi gjatë mbrëmjes, orët e vona të natës kanë sjellë zhvillime të papritura. Sipas raportimeve, Mateo e ka puthur Brikenën në buzë jashtë vullnetit të saj. Pas këtij episodi, Brikena është mbyllur në tualetin e shtëpisë për disa orë, duke u përballur me një gjendje të rënduar emocionale përgjatë mesnatës. Deri në këto momente, mbetet ende e paqartë dinamika e plotë e situatës brenda shtëpisë. Publiku është në pritje të një reagimi apo sqarimi zyrtar nga ana e produksionit të Big Brother VIP Albania për të hedhur dritë mbi atë çfarë ka ndodhur realisht.